Ju i keni pasë si në jug, banorët, në brigjet e vendit, po shpërngullen, po thuaj manu militari, po emigrojnë dhe largohen. Nga kriminel trafikant të egër, që u shkojnë me strajca, me thas, me para, ja u blejnë parat dhe i nisin nga trojët e tyre, ja u blejnë tokat dhe i nisin nga trojët e tyre. Kryetari Bashkisë Simars, Vasil Bolano, i cili ishte një gardian i pa korruptur, i interesave të banorëve të Bregut. Mori një kompani greke për të bërë tashmë planet e zhvillimit të komuniteteve, nga komunitetet, se cila zonë. Unë ju them ju se ajo kompani bërë një punë të shkëlqyrë. Dhe në qoftë se ajo kompani, thamë dhe njerë, do zbatoj projekti saj, shqiptarët do kishin sot një breg krejt tjetër. Nuk do ishte as një nga batërdit dhe krimet e të mërshme mjedisore të kryera në bregun e detit në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Edi Rama me të ardhë në pushtet e përmbysi